Dyfishohet volumi punës në prokurorinë e posaçme, por ulet numri i kërkesave për arrest me burg. Ky është bilanci që kreu i Spakut Klodian Braho prezantoi këtë të hënë përpara Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Gjatë raportimit për vitin 2025, Braho theksoi se fokusi ka kaluar te cilësia e hetimeve dhe konfiskimi i pasurive të zyrtarëve të lartë. Gjatë raportimit në KLP, drejtuesi i Spak deklaroi se volumi i çështjeve në vitin 2025 është thuajse dyfishuar krahasuar me vitin paraardhës. Ky raportim është për vitin 2025, kur institucioni është drejtuar nga zoti Domani, të cilin gjithashtu gjej rastin ta falenderoj për kontributin e tij në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Aktiviteti i SPAK u karakterizua në rritje të volumit hetimor, intensifikim të hetimeve financiare, forcim të bashkëpunimit ndërkombëtar dhe rezultate konkrete në ndjekjen penale të zyrtarëve të lartë dhe grupeve kriminale. Raporti evidenton se gjatë vitit 2025 SPAK ka vepruar në funksion të rritjes së efikasitetit institucional, përdorimin teknikeve speciale të hetimit dhe zgjerimit të kapaciteteve profesionale. Sipas raportit, zyrtar janë regjistruar 870 procedime penale ku efektiviteti mbetet në nivele të larta, pasi 87% e rasteve të dërguara në gjykat janë mbyllur me vendime fajësie. Gjatë viti prokuroria e posaçme ka hetuar gjithsej 871 procedime penale, krahasuar me vitin 2024, volumi i punës së SPAK-ut është rritur me 4.9%. Nga rritjet domethënëse të vitit 2025 është dhe rritja e rolit proaktiv të prokurorëve të posaçëm. Në krahasim me vitin 2024, ky raport është thuajse dyfishuar nga 19.8% të çështjeve në vitin 2024 në 37% në vitin 2025. Nëse do t'i referohemi efektivitetit në hetim për vitin 2025, raporti mes procedimeve penale të reja, të regjistruara që është 294, dhe çështjeve hetimeve të përfunduara që është në shifrën 216, ka pësuar një rritje për 7%. Për sa i përket efektivitetit në gjykim, ka mbetur në nivele të qëndrueshme gjatë periudhës 2021-2025. Krahasuar me vitin 2024, totali i vendimeve të gjykatës së posaçme është rritur lehtë me 5.5% nga 72 në 76 vendime, duke reflektuar stabilizim të volumit të çështjeve të përfunduara. Vendimet e fajësisë përbëjnë rreth 87% të totalit, 66 nga 76, ndërsa vendimet e pafajësisë janë rreth 30%, 10 nga 76, duke treguar nivelin e lartë të efektivitetit të prokurorisë posaçme në fazën e gjykimit. Megjithatë, një trend është evidentuar në masat e sigurisë, SPAK po kërkon gjithnjë më pak qelin për personat nën hetim. Kështu, krahasuar me vitin 2024, masa e sigurimit të arrest së burg ka pësuar rënje si në vlerë absolute me rreth 53.4% nga 236 raste në vitin 2024 në 110 raste në vitin 2025, ashtu dhe në raport me numrin total të masave të aplikuara nga rreth 61% në vitin 2024 në 39% në vitin 2025. Prej totalit të rasteve për vitin 2025, rreth 3.45% e tyre lidhen me vepra penale të korrupsionit, ndërsa 21.14% e totalit të tyre lidhen me vepra penale të krimit organizuar. Në terma numerik, nga 434 persona në hetim në vitin 2025, janë hetuar me masën e sigurimit të arrest në burg, gjithsej 110 persona të arrestuar dhe 65 persona të tjerë në mungesë. Për veprat penale të korrupsionit është zbatuar masa e sigurimit të arrest në burg vetëm për 15 persona të arrestuar dhe 5 të tjerë në mungesë. Braho u zotua që të vijojë me pa anësi dhe integritet hetimet, sidomos të zyrtarëve të lartë, duke garantuar që askush të mos jetë mbi ligjin. Për sa i përket luftës kundër korrupsionit, përfshirë dhe atë të nivelit lartë, dhënat e vitit 2025 tregojnë se korrupsioni në institucionet publike dhe sistemin e drejtësisë mbetet një fenomen shqetësues, i cili përfshin funksionarë vendor dhe administrativ, por edhe prokuror, gjyqtar, punonjës policie e të tjerë. Në këtë drejtim, SPAK ka shënuar një rritje për rreth 18% të çështjeve të reja për korrupsion nga 186 në 220 dhe rreth 12% nga 189 në 156 të çështjeve të përfunduara krahasuar me një vit më parë. Ky aktivitet i shtuar reflektohet në dërgimin në gjykatë të 24 procedimeve penale me 124 pandehur për korrupsion jo të nivelit të lartë, si dhe 10 procedime me 13 pandehur për vepra penale të korrupsionit ndaj zyrtarëve të lartë. Për sa i përket sfidave për vitin 2026, pavarësisht sukseseve edhe mbeten disa sfida, për të cilave janë evidentuar, disa për të cilave janë evidentuar edhe në vitet e mëparshme që lidhen së pari me
vazhdimin e hetimeve të mëtejshme të korrupsionit, të zyrtarëve të lartë dhe krimit të organizuar, duke u përshtatur dhe duke u përgjigjur sfidave të vazhdueshme që paraqesin këto fenomene. Sa i përket krimit organizuar, megjithëse numri i dosjeve të reja ka pësuar një rënje të lehtë, hetimet e përfunduara janë rritur. Grupi strukturuar kriminal mbetet vepra me rrezikshmërinë më të lartë, duke zënë 54% të rasteve i ndjekur nga terrorizmi dhe mashtrimi kompjuterik. Luftës kundër krimit organizuar gjatë vitit 2025, edhe pse numri i hetimeve që lidhen me krimin organizuar është më i ulët krahasuar me vitin 2024, numri i çështjeve të përfunduara për këtë kategori ka shënuar rritje me rreth 3.4% nga 58 në vitin 2024 në 60 në vitin 2025. Të dhënat krahasuese për periudhën 2024-2025 tregojnë gjithashtu një rritje me 11.5% të personave nën hetim dhe 36.6% të personave të dërguar për gjykim, çka tregon një orientim më cilësor të hetimeve dhe strukturave më të gjera dhe më të organizuara kriminale. Një pikë kyçe e raportit ishte dhe goditja e pasurisë Brau bëri me dije se janë konfiskuar 100.000 euro pasuri vetëm nga zyrtarët e lartë nën hetim, ndërsa bashkëpunimi me policinë e shtetit është rritur me 70%. Gjatë këtij viti kemi vijuar të zbatojmë parimin e ndjekjes parave paralelisht me hetimin penal dhe vlerët e sekuestruara dhe të konfiskuara gjatë vitit arrin shifrën prej 45.4 milion euro, ku përfshihet dhe sekuestrimi i kriptovalutave me vlerë ekuivalente prej 14.5 milion dollar ose rreth 12.4 milion euro. Për sa i përket çështjeve që lidhen me zyrtarët e lartë, vlera e pasurive të sekuestruara është në shifrën 1.1 milion euro, ndërkohë që vlera e pasurive të konfiskuara për këtë vit ka qenë në shumën 100.000 euro. Kreu i SPAK nënvizoi se pavarësisht volumit të madh, rekurset në gjykatën e posaçme janë ulur ndjeshëm, duke dëshmuar qëndrueshmërinë ligjore të dosjeve të kopësitura nga prokurorët e posaçëm.